Në këtë edicion do të ndiqni. Projekti i Eshnorës në Çabrat vazhdon të mbetet i pa finalizuar edhe pas 5 vitësh. Rrugët Memleshi e Markleshi në gjendje të dobët infrastrukturore. Banorët ka më shumë se 2 dekada që kërkojnë rregullimin. Profesorët dhe veteranët e arsimit në Gjakov diskutojnë për sfidat e arsimit para dhe pas luftës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Projekti për finalizimin e Eshnorës në Çabrat edhe pas disa vitesh nuk ka përfunduar. I nisur qysh nga viti 2020 me pretendim se do të përfundojë në kohën e planifikuar, diçka e tillë asnjëherë nuk ndodhi. Nga komuna pohuan se kompania kontraktuese ka pasur probleme të natyrës teknike, por tashmë ato janë tejkaluar. Më 8 tetor të vitit 2020 nisën punimet për rivitalizimin e Eshnorës në Çabrat, një monument historik që shërben si varrezë për luftëtarët e rënë nga Gjakova dhe rrethina gjatë luftës antifashiste nacional çlirimtare. Mediumi ka raportuar në vazhdimsi për ecurinë e punimeve, duke ndjekur nga afër zhvillimet dhe pengesat e hasura gjatë procesit. Rreth 6 muaj më parë, në një përgjigje me shkrim nga zyra për informim e komunës së Gjakovës, u konfirmua se punimet për fazën e 2 të projektit po vazhdonin sipas planit të parapar. Sipas komunës, një nga arsyet kryesore të vonesave kishte qenë problemi me kompaninë e parë të kontraktuar, e cila nuk kishte përmbushur detyrimet e saj, duke quar në ndërprerjen e kontratës dhe nisjen e një procesi të ri të realizimit të projektit. Megjithatë, sot ekipi ynë ka siguruar pamjen nga vendi i punimeve, ku nuk vërejej se po kryhen punime. Ndërtesa dhe hapësirat përreth dukeshin të pandryshuara, qysh nga koha kur u ndërprejnë punimet e fundit. Për të kuptuar më shumë mbi situatën aktuale të projektit të Eshnorës, ju drejtuam një tjetër kërkesë zyrës së informimit në komunën e Gjakovës për arsyet e vonesave të punimeve. Në përgjigjen e tyre me shkrim, thuhet se sa i përket projektit të Eshnorës, kompania ka pasur disa probleme të natyrës teknike, probleme të cilat duken se janë tejkaluar dhe punimet pritet të vazhdojnë sipas dinamikës së parapar. Banorët e fshatit Dal prej më shumë se 2 dekadash kanë probleme me kanalizimin. Ata thonë se përkundër kërkesave për të zgjidhur këtë problem madhor, situata vazhdon të mbetet e njëjtë duke vështirësuar jetesën e banorëve në fshat, pasi që alternativa që është aktualisht duke shfrytzuar nuk është e përhershme. Gjendemi këtu në fshatin Dal të komunës së Gjakovës për një problematik të mos kanalizimit në këtë fshat. Rreth 490 banorë ndihen mungesën e kanalizimit. Ky problem po ja vështirëson edhe jetesën e banorëve të kësaj zone. Në fshatin Dal gjenden rreth 167 shtëpi, por 110 prej tyre janë të banuara, ndërka që pjesa tjetër e shtëpive janë të mbyllura për shkak se banorët jetojnë në diaspor. Banorët e atyshëm kanë problem me mungesën e kanalizimit, e përpasoj të mungesës së kanalizimit kundërmon ere keqe. Kështu ka bërë të ditur edhe kryetari i bashkësisë lokale në fshatin Dal, Palush Nikolla. Ka ekzistuar asnjëherë kanalizimi këtu. Çdo një ka bën kanalizimet private, dikush e ka bën private, po i ka bën afër diku me një grup optike apo diçka, apo i ka gjujt në lumin në Rënik, apo i ka gjujt lumin në Dilicë, si i thojmë ne këtu në fshat, apo në raste tjetër se është një lumë i vogël. Po për përgjithësi Doli, Kusare, Raqa, përveç Raca vërtet s'kan kanalizim fare. Gjithkush e ka bën në mënyrën e vet, sistemin e vet. Ne kemi ndodhur një familje që ka bën atë kohën para shumë vite, e ka investuar vet, e kanalizimin sikur shifet edhe këto pjesa se e ka bën, po edhe kjo nuk është zgjidhje, sepse vetëm një familje ka bën në mënyrë private. Ai tha se banorët e zonës kanë dërguar kërkesë në institucionet përkatëse duke kërkuar përmirësimin e kësaj situate, por përkundër kësaj ata asnjëherë nuk kanë marrë përgjigje konkrete. Ne kemi bën edhe kërkesa shumë tani në Kuvendin Komunal që të arrisim të ashtisim fshatin, domethënë jo sa fshatin Dal, po gjithë bashkinë lokale, në kanalizim edhe të përshtypojmë në atë mënyrë, domethënë që të ndihmojmë edhe na komunën sepse jemi të interesuar me bas zgjidhje, po prapë kemi pas zgjidhje, sepse Kuvendi Komunal po gjun çështjen e Krujgjakova. Krujgjakova thotë jo nuk e kemi na përsi e ka ministria, ministria thotë jo ka komunë, do thotë kurse qysh s'po mujmë me gjetë zgjidhje.
Për të kuptuar se cilat janë planet e komunës së Gjakovës për zgjidhjen e problemit të kanalizimit në fshatin Dol, provuam të kontaktojmë përmes telefonit me drejtorin e drejtorisë për shërbime publike, por nuk kemi pranuar përgjigje deri në transmetimin e kronikës. Probleme me infrastrukturën kanë edhe banorët e rrugëve Mem Lleshi dhe Mark Lleshi të gjendur para lagjen Dardani. Komuniteti i kësaj zone vazhdimisht ka kërkuar rehabilitimin e rrugëve, por deri më sot asnjë përgjigje nuk ka pasur nga institucionet, ndërkohë nga komuna e Gjakovës bëjnë të ditur se rrugët në fjalë do të rregullohen gjatë këtij viti. Rrugët Mem Lleshi dhe Mark Lleshi në paralagjen Dardania vazhdojnë të janë në gjendje as pak të mirë infrastrukturore prej më shumë se 2 dekada. Kjo situatë po u shkakton vështirësi të mëdha banorëve, veçanërisht gjatë rreshjeve, kur rrugët bëhen pothuajse të pakalueshme, kështu bëri të ditur Muharrem Morina, banor i kësaj lagje. Kjo rrugë është shqetësuese pej mas luftës së kënej, se pa luftë e kanë ndërtu ata për kohë vetën, atë mas luftë se ka këqyrë kërkush. Ky qytetar gjithashtu tha se kërkesat për rregullimin e rrugëve nuk kanë munguar dhe ato kanë qenë të vazhdueshme nga komuniteti i zonës, por deri më sot nuk ka pasur hapa konkret nga institucionet përgjegjëse. Janë anku populli. Po na dëmtojnë biciklat, kerrat, motorat, disa, po këta jo jem ka bëjmë mërmet të shti kobla për tokë, jo gypa tujt, jo që së gjësh. Në lidhje me shqetësimet e ngritura nga qytetarët për gjendjen e rrugëve në fjalë, drejtori për infrastrukturën në komunën e Gjakovës, Shkumbin Kasrati, tha se në buxhetin e vitit 2025 është planifikuar përfundimi i këtyre rrugëve. Sipas tij, projektet janë tashmë të parashikuara dhe pritet që gjatë këtij viti të realizohen punimet e nevojshme për rehabilitimin dhe asfaltimin e tyre. Veteranët e arsimit bashkë me profesor dhe ligjërues në Gjakovë në një tryezë diskutimi, folën sot për sfidat e arsimit para dhe pas luftës, folësi duke shpalosur përvojat e tyre personale, kujtuan rrugtimin profesional dhe sfidues që kishte arsimi dikur. Ky takim pune u mbajt në organizimin e Fakultetit të Edukimit dhe mbështetur nga Drejtoria e Arsimit në Gjakovë. Është mbajtur sot tryezë diskutimi nga Fakulteti i Edukimit të Universitetit Femia Gani në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit në Gjakovë me temën Sfidat e mësimdhënies para dhe pas luftës dhe demonstratat e viteve të 10-ta. Të pranishëm ishin edhe veteranët e arsimit, profesor dhe zyrtar institucional. Profesoresha Sindrojela Doli Kryeziu tha se pavarësisht sfidave që veteranët e arsimit patën, ata ja dolën. Sa me burgime, me vajtje, me mos pagesa, me gjitha ato sfida të cilat e vazhduat në një gjendje të jashtëzakonshme që ne sot jemi këtu. E veterani arsimit Ganimeti Canhalsi tregoi për përkushtimin e saj në arsim për 46 vjet si mësuese dhe edukatore. 26 vjet punë në arsim. E kom dasht punën, se e kom zgjedh me plot dëshirë profesionin tim. Sidomos me fëmijët e vegjël, kom pas pak vështirësi, sepse ata vinin nga shtëpia, ndashin nga familja, nga nëna, po unë me atë mundin të me përpjekjet e mia, me dashamirësinë time, ju mundu me ranë nivel fëmijëve, ju plotësu çdo dëshirë, edhe me ju bo sa më të dashur ardhjen aty në kopsht. Shefi i Drejtorisë së Arsimit Zymber Berisha tha se veteranët e arsimit ishin udhërrëfyesit kombëtar për ndërtimin e vendit. Duke parë dhe kontributin e profesorëve dhe profesoresave, të cilët në atë kohë kur unë isha nxënës dhe student, ishin kushte shumë të vështira. Shfrytëzoj rastin që përshëndes përzemërsisht profesor Muhamet Kugovën dhe profesor Petidashin. Gjithashtu edhe ju gjithë mësimdhënësve të asaj kohë, shfrytëzoj rastin që ju tregoj këtyre studentëve se udhërrëfyesit emocional, institucional dhe kombëtar për ndërtimin e shtetit të Kosovës ishin këta njerëz dhe gjithë kolegët e tyre të kohës, që ne si student pastaj u organizu historinë e dinit gjithë deri në ditët
e çlirimit të Kosovës. Ndërsa Elma Hoda, kryetare e Parlamentit Studentor të Universitetit Femia Gani në Gjakov, tha se mësimdhënësit kanë qenë simbol i qëndrejtëses dhe shpresës. Dia ka qenë gjithmonë forca jonë më e madhe. Ajo na ka mbajtur të bashkuar dhe na ka udhëhequr drejt një të ardhme më të mirë. Mësimdhënësit tonë nuk kanë qenë vetëm udhëzues të dijes, por edhe simbol i qëndresës dhe shpresës. Në çdo kohë sfidat e arsimit kanë ndryshuar, por asnjëherë nuk kanë mbaruar. Dikur mungonin shkollat dhe librat. Sot kërkojmë cilësi më të lartë dhe më shumë mundësi për të rinjtë tonë. Dikur luftonin për të mësuar, sot luftojnë për të përparuar dhe për të qenë konkurrues me botën. Takimi ishte i hapur dhe për të pranishmit. Në fund u falendëruan dhe veteranët e arsimit për punën e palodhur në mësimdhënie ndër vite. Të shtunën e datës 22 mars në nivel vendi për të 9ën herë me radhë do të mbahen garat Kangaroo. Talentet e matematikës nga niveli 2 deri në 12 do të masin njohuri të tyre në këtë garë ndërkombëtare duke sfiduar veten kundrejt bashkëmoshatarëve të tyre. Gara ndërkombëtare e matematikës Kangaroo do të mbahet për të 9ën herë në Kosovë, duke vazhduar traditën e saj në promovimin e dijes dhe talentit në fushën e matematikës. Ideja e kësaj gare në Kosovë ka lind nga një grup i matematikanëve, por gjithmonë me mbështetje nga Ministria e Arsimit dhe Instituti Atom, kështu bëri të ditur drejtori i shkollës Zekeria Rexha, Pleurat Rudi. Është një garë jashtëzakonisht atraktive. Këtë vit do të mbahet me datën 22 mars të vitit 2025. Është një garë e cila ngërthen në vete një aktivitet brenda ditës, një aktivitet jashtëzakonisht të ngjeshur. Për të vetëm në arsye se marrin pjesë nxënës nga klasa e 2 deri në klasën e 12 dhe normalisht është një garë e cila të sjell lidhjen e matematikës me jetën reale, por njëkohësisht aplikimin e këtyre detyrave matematikore pra në detyra më shumë logjike. Ideja e kësaj gare në Kosovë ka lind nga një grup i matematikanëve, por njëkohësisht është mbështet me të madhe nga Ministria e Arsimit dhe nga Instituti Atom, i cili është njëri ndër ata të parë që kanë mundësinë me realizu mbajtjen e garës së Kangaroo në Republikën e Kosovës. Nxënësit e shkollave publike, por edhe atyre private mund të nominohen nga prindërit, mësimdhënësit, shoqëria ose edhe vetë të aplikojnë. Çdo nxënës i Republikës Kosovës, qoftë i shkollimit privat apo shkollimit shtetëror, mund të marrë pjesë në këtë garë dhe normalisht mund të bëhet pjesë duke vetë nominuar vetveten ose duke nominuar nga prindërit, nga mësuesja, nga shoqëria kështu me radhë. Drejtori Rudi gjithashtu tha se përfitimet që sjell kjo garë janë të shumta, duke vënë theksin edhe tek njëra prej tyre. Përfitimet që i sjell kjo garë janë të shumta, po unë do ta ceki vetëm njërin prej tyre, pjesëmarrja në gara të ndryshme ndërkombëtare, domethënë ata më të mirë do ta përfaqësojnë Kosovën në gara të ndryshme ndërkombëtare, normalisht do të marrin pjesë edhe me një shkollë, të cilin ne kemi quajtur Kangaroo Plus, është një shkollë e cila ngërthen në vete disa lëndë, të cilat kanë të bëjnë qoftë me aplikimin e matematikës, por njëkohësisht edhe me kodimin nëpërmjet matematikës në teknologji. Një lëndë e cila i jep mundësi nxënësit të zhvillohen sa i përket punës dhe aktivitetit të tyre në matematikë. Kujtojmë se gara do të mbahet me datën 22 mars, ku mundësi aplikimi kanë të gjithë nxënësit e klasave nga niveli 2 deri në 12, ndërsa pagesa e regjistrimit është në vlerë prej 6 eurosh. Një lopë dhe një mzat janë vjedhur pren Lekaj nga fshati Novosel e Epërme. Në një prononcim për mediumin ton, Lekaj thaj se bagtit ju vodhen nga dera e shtallës, duke i shkaktuar dëmën në vlerë deri në 4.000 euro. Pren Lekës nga fshati Novosel e Epërme i kanë vjedhur lopën dhe një mzat të cilat ndodheshin në stallën e tij. Ai thotë se lopa ishte e mbarsuar, ndërsa mzatin priste që ta shiste në treg. Loni kam mirë, kur kam mbrëmjet, në për të arbili kam marrë me që djallin e vogël dhe i kam lonë në qelë me derën, po më dërja. Atër sot ku erdha u qova pak ma herë, në 5 saat e vishja ngoni shumë në shpinë familje. Të ne që aty në përshpje piva i kafe, kur erdha, kur për qeli derën, asë i sen. Për qumë shturë, në mësatin kam posë për me majtë për vitin, për fund vitit me shqit, ata kam posë për familje, tash përshe dhe thmin, pra atër që ty në kam majtë. Qumë shturë në kontë, që dhe i 25 litrë tamëll i në shajke.
Lekaj dyshon se hajdutët kanë hyrë duke kputur telat për rreth orave të tij. Kanë dalë në përgrun, kanë dalë në kput telat, edhe kanë dalë livadhe dhe mo, si më po me ta. Për këtë dëm, Lekaj e ka lajmëruar policinë e Kosovës, sepse nuk kishte idenë se kush ja ka shkaktuar vjedhjen. Fate policia që që kanë llogaritë këtë termi, po të kishin kushtu dhe ma shtajt që mu në lio, pa herë mas poj nër 2-3 mijë unë ose kisha dhonë që që kam pas për qef temin, as 3 mijë që ma kishin pagu, po të shumë fati jo, që ashtu që kem pas fat na ka ardhë. Ta s'po di, kush e ka marrë, aje ka për veti, pra si dhe tjetë, bile me konë me ditë, ose mi a bo Allah, ose mi thonë burë, bile shka po të nevoj bashkë që shfell me hi, edhe s'kem se... Ndërkohë nga policia e Kosovës bën të ditur se pas raportimit kanë arritur në vendin e ngjarjes ku në raportin e tyre thuhet se persona të panjohur kanë vjedhur një lop. Për rastin është njoftuar edhe prokuroria, ku rasti është duke u hetuar dhe i njëjti është cilësuar si vjedhje e rëndë. Shfaqja mysafirët të gjashtet kundër Turqisë është prezantuar mbrëm në teatrin Hadishehu në Gjakov. Shfaqja është një prodhim multimedias, si një nismë teatrore që eksploron degradimin e demokracisë nga pushteti turq i udhëhequr nga Recep Tayyip Erdogan. Të gjashtet kundër Turqisë, prodhimi multimedias është një nismë teatror që eksploron degradimin e demokracisë nga pushteti në Turqi, i udhëhequr nga Recep Tayyip Erdogan, i cili shtyp me forcë duke përdorur dhunën e ushtrisë për çdo lloj ngritje kundër tij. Aktori Adrian Morina tha se shfaqja përcjell një mesazh për gjithë njerëzit të cilët nuk duan të jetojnë të shtypur, duke treguar se sa e vlefshme është liria që kemi. Me secilin qytetar anën botës, cilët e përjetojnë represionin për çdo ditë, fatkeqësisht edhe ne si qytetarë të Kosovës, jo shumë vite më larg, kemi qenë me një sistem, një regjim të tillë, ku jeta e njerit nuk ka pas absolutisht as pak vlerë. E dim ne që kemi jetuar atë kundër çdo mungesë, kemi mujt mos me qenë të nesërmën aty, sikur se shumë njerëz që janë arrestuar, kanë përfunduar burgjeve. Nëse se kam gabim janë 666 shekuj që shqiptarët i kanë vujt nëpër burgje padrejtisht prej regjimit jugosllav, më vonë edhe serb. Pra, këtë rast kjo shfaqje flet për autoritarizmin në Turqi, po kjo është një historie cilën ne mund ta paralajmërojmë edhe veten. Shpeshherë ne lirinë edhe demokracinë e marrim si të garantuar, por po e shohim që në botën cilën ne po jetojmë për çdo ditë jemi duke humbur këtë liri. Aktori Morina gjithashtu tha se qytetarët në Kosovë kanë qenë dëshmitar të një represioni që ju është bërë 6 shtetasve turq, të cilët vite më parë ishin arrestuar në Kosovë, duke treguar pafuqinë e vendit tonë ndaj Turqisë, ku diçka të tillë vjet në pa edhe gjatë kësaj shfaqje. Besoj që ky rrëfim cilin sonte patët mundësi me pa, është një rrëfim i vërtet për fatin e 6 turqëve, qytetarëve turq, të cilët kanë jetuar për një kohë dhe kanë qenë qytetarë të përkohshëm në Kosovë, e të cilët padrejtisht janë kidnapuar në bashkëpunim sigurisht me urdhrat e Turqisë, por në bashkëpunim edhe me institucionet e Kosovës. E që fatkeqësisht ka kaluar gjithçka si nëpër mjegull, më shumë me deklarata, me gazeta, po kërkush gati s'është marrë seriozisht, përveç atyre 3 ditëve të para kur janë arrestuar dhe me gazetarë që çajshin nëpër studio, dhe aty përfundon gjithçka. Shfaqja ishte planifikuar të luajë në teatrin e Prizrenit, por e njëjta ishte ndaluar, ku sipas drejtoresës së artit Aurela Kadriu, kjo tregon për ndikimin dhe pengimin që bëjnë pushtetet autoritare dhe jashtëvendit të tyre. Po, jemi ftu prej policisë në një intervistë ditën e premierës, edhe e kemi dhënë premierën nën masa të policisë, në mbrojtje të policisë. Sigurisht policia ka pas informata pak më shumë se sa ne. Çka ka ndodhur pas asaj është që mediat edhe në Turqi kanë reaguar për shfaqjen tonë, kanë kërkuar haptazi ndalimin e shfaqjes tonë prej Ministrisë së Kulturës. Në të njëjtën kohë jemi ftu prej teatrit Bekim Fehmiu në Prizren, natyrisht na nuk është që
kemi dasht me dhon shfaqje në Prizren si shaj provokimi. Shfaqjet tona, shfaqjet e qendrës multimedia japim anë mban Kosovës, në rajone, në Evropë, në botë, kudo që mundemi, edhe në vazhdon e kësaj kemi pas dëshirë që shfaqjen ta luajmë edhe në Prizren, që kemi luajtur krejt shfaqje tjera. 10 tramira mbështetës të dyshuar që kishte akuzuar pushteti i Erdoganit në Turqi që sipas tij kishin lidhje me lëvizjen e Gulenit, janë arrestuar, torturuar apo kanë humbur vendet e tyre të punës në Turqi që nga grushteti i dështuar. Shumica janë deklaruar të pafajshëm. Guleni ka mohuar se ai dhe mbështetësit e tij janë prapa përpjekjes për rrëzimin e qeverisë së Erdoganit. Në shfaqje luajten edhe Ernest Malazogu, Shpëtim Sulmani, Verona Hoxha, Albina Krasniqi dhe Don Shala. Regjin e ka bërë Blerta Neziraj e autori është Jeton Neziraj. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Moti Vranët e Mereshi Shiu kanë bizotruar sot gjatë ditës, me temperatura që kanë lëvizur nga 7 deri në 16 gradë Celsius. Për nesër parashihen temperaturat nga 9 deri në 20 gradë Celsius, karakterizuar nga moti Vranët. Mot me diell e vranësira të kohë paskoshme pritet të mbizotrojë ditën e enjte, me temperatura që do lëvizin nga 7 deri në 17 gradë Celsius. 12 deri në 21 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së premtës, karakterizuar nga moti me diell e vranësira. Mot me diell e vranësira pritet të jetë edhe ditën e shtunë, me temperatura që do lëvizin nga 8 deri në 20 gradë Celsius. Dita e diel do të karakterizohet nga moti Vranët e Mereshi Shiu, me temperaturë minimale 5 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 16 gradë Celsius. Moti Vranët e Mereshi Shiu pritet të jetë edhe gjatë së hënës, shoqëruar nga temperatura që do lëvizin nga 3 deri në 13 gradë Celsius. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Projekti i Shnorës në Çabrat vazhdon të mbetet i pafinalizuar edhe pas 5 vitësh. Rrugët Memleshi e Markleshi në gjendje të dobët infrastrukturore. Banorët ka më shumë se 2 dekada që kërkojnë rregullimin. Profesorët dhe veteranët e arsimit në Gjakov diskutojnë për sfidat e arsimit para dhe pas luftës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.